Ushqimet që përfshihen në dietën e njerëzve që jetuan për më gjatë se 100 vite. Njerëzit të cilët kanë jetuar deri në 100 vjet më tej shpesh pyeten se si duket dieta e tyre. Normalisht, ne presim të dëgjojmë përgjigje të përfshira si fruta, perime ose thjesht një dietë e ekuilibruar në përgjithësi. Susan Musht Johnson jetoi deri në moshën 116 vjeçare. Ajo konsumonte çdo mëngjes 4 shirita proshut, vezë dhe grur. Sigurisht ky fakt që ajo flinte dhe fliste çdo ditë duke fjetur në të njëjtën kohë. E lindur në vitin 1899, Emma Moron, e cila jetoi deri në moshën 117 vjeçare, kishte një dietë të pazakontë që fitoi gjatë viteve të saj të adoleshencës. Për më shumë se 90 vite të jetës së saj, ajo kishte përfshirë këto gjëra në dietën e saj. 3 vezë në ditë, 2 prej tyreve të papërpunuara. Moron gjithashtu kënaqej duke ngrënë biskota dhe duke fletur çdo ditë nga dhjetor.